Me nisjen e punimeve për rikonstruksionin e Pallatit të Sportit Tamara Nikolla, ekipet e Skënderbeut do t'i zhvendosin seancat stërvitore dhe ndeshjet zyrtare në ambiente alternative, të përshtatura posaçërisht për të mos ndërprerë ritmin e përgatitjeve. Drejtoresha e klubit Shumë Sportësh Skënderbeu, Olsa Vaso, bëri të ditur se organizimi i aktivitetit sportiv është garantuar, ndërsa sportistët dhe trajnerët po vijojnë normalisht angazhimet e tyre. Stërvitjet do mundohemi t'i sistemojmë në qyteza, volebollin të paktën, ndërsa basketbolli kryesisht në gjimnazi Raj Qirinxhi, do shfrytëzojmë shkollat 9-vjeçare, palestrat e tyre. Kampionati i volebollit do të vazhdojë në qyteza për të gjitha grup moshat, ndërsa basketbollin do ta zhvillojmë në Pogradec. Mëtej, Vaso u ka bërë thirrje qytetarëve dhe tifozëve korçar të vijojnë të mbështesin skuadrat pavarësisht ndryshimeve të përkohshme të ambienteve, pasi rezultatet e ekipeve këtë sezon janë mjaft pozitive. Në basketboll kemi investuar me disa lojtarë të huaj, lojtarë shumë të mirë. Është dukur që në këto 6 javë rezultatet janë shumë të mira, ekipi ka zhvilluar ndeshje shumë të mira dhe shpresojmë që të hyjmë në play-off. Edhe në voleboll, me dy ekipet dhe të rriturit dhe të rejat përsëri jemi në katërshe dhe shpresojmë në play-off të arrijmë rezultate sa më të mira. Ekipet e moshave gjithashtu i kemi shumë mirë, shpresojmë të ruajmë titullin kampion në voleboll femra. Rikonstruksioni i Pallatit të Sportit pritet të sjellë një hapësirë bashkëkohore dhe funksionale, e cila do t'japë një shtysë të re për sportin korçar dhe zhvillimin e talenteve të reja.